Ish banorët e Big Brother VIP Kosova, Gjeneta dhe Triloni janë përfshirë në një përplasje të ashpër pas publikimit të bisedave të tyre private. Pas këtij veprimi, Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale konsideroi të kundërligjshme publikimin e tyre, çka ka sjellë një reagim të menjëhershëm nga të dy protagonistët në rrjetet sociale. Pas vendimit ligjor, Triloni ka reaguar duke publikuar një fotografi ku shihet me një dorë të ngritur, duke treguar gishtin e mesit, shoqëruar me një mbishkrim thumbues. U zhduk postimi bashkë me gjithë guximin. Ky postim u interpretua si një mesazh i drejtë për drejtë ndaj Gjenetës, duke sugjeruar se ajo është tërhequr nga akuzat e saj pas ndërhyrjes së autoriteteve. Por Gjeneta nuk e ka lënë pa përgjigje këtë provokim. Me një postim të gjatë, ajo ka ironizuar veprimin e Trilonit, duke akuzuar për përpjekje për të mbuluar të vërtetën me ndihmën e avokatëve dhe parave. Ajo shkroi: "Unë guxim e quaj kur dikush përballet me të vërtetën, pa avokat, pa letra, pa panik. Ti u fute në lojën fshehurazi, një gisht plastik si trofe krenarie, mira euro për të mbuluar realitetin dhe një zinxhir shantazhesh e kërcënimesh që të garantoj do të dalin në dritë." Gjeneta gjithashtu nuk ka kursyer ironit, duke kujtuar momentet nga Big Brother VIP kur Triloni sipas saj e përdorte shpesh gjestin e gishtit të mesit. Kur e pash gishtin, më kujtohet sa herë e përdorje në Big Brother, gati sa si kishe zhvirgjëru çunat e shtëpisë me të. Thash me vete, ua, çfarë vajze e guximshme. Ups, më fal, çon ke djalë. Në fund të reagimit të saj, ajo u shpreh se këtë herë nuk do të ketë më manipulime edhe lojra të fshehta. Shpresoj që gishti i plastikës të ndihmojë në ato ditë që po vijnë, se këtë herë nuk ka më blerje votash, ka drejtësi. Situata mes Gjenetës dhe Trilonit vazhdon të përshkallëzohet dhe ndërsa debati mes tyre po bëhet gjithnjë më i ashpër, mbetet për tu parë se çfarë do të sjellë ndërhyrja ligjore dhe se si do të përfundojë ky konflikt mes të dyve.